po mirë priten prej ndjekësve, audiencës, edhe jemi shumë të lumtur që sot je këto së bashku me neve. Ndoshta më ju drejtu edhe gjeneratës të reja ata që po të pëlqejnë edhe ma tepër. Faleminderit shumë për ftesën, po kam shumë projekte në tarmë që kom i qitë, kam shumë plane, edhe besoj që s'kom i shgonjy gjithë ata ndjekës që ma ndjekin muzikën mu, edhe janë njës që pëlqej muzikën. Qka të bënë ka që veçantë, sepse me ndonë që ndoshta e ke marë zemrën e audiencës, veçanërisht ata që janë matrime, qka ke ditë mi prek zemrat e tyne? Faktikisht, ju kallëzu drejt, unë muzikën tam gjithmonë e kom bo qysh e kom ndje, edhe më kom pak ma herët, kur më kom ma i ri, e kom bo veç unë që kom dosht. Po ndërku, e kom kuptu, edhe kom thonë, okej, qëfa muzike kanë qëtë njerës të din, edhe tu e po ndërku, kom thonë, ti ngëj që ka po bojnë tjertë, që shpja bojnë, edhe paka shumë s'kom besu që ka mu më pëlqy, që këtë farsani, amo qëta që jam kogja enë me gjdo san, edhe besoj që që shke pyte edhe njerë që ka? Kjo pytja që shke ditë me ja marë zemrën njerëzve, po e kalzove shumë mirë. Zemrën njerëzve, hales ja ku morë 100%, nuk ja ku morë halen 100%, ka pak. Pritët me marë zemrat, po mire pas ke gjetë formullën, duke e studiu se qka ata dojnë, në mënyrë që mi sjellë, ose me shfaq të këta, pikrisht atë që kërkojnë prej një këngëtari. Ndoshta është shumë e vështirë apo jo, sepse shpesh diskutojmë edhe këtu me Bjerinën që nuk janë të lehta me dëpërtu, pa marrë parasysh që dikush shumë punon, po me nxi e arrin, po do të më dalë për te vetës. Shumë e vërtet. Sa është problem, e për mene the që kom pas dëshirë me bo muzikë që fare ti ki qef, po a do të pa tjetër me ju përshtat tregut edhe është tregu i mirë mjaftueshëm për me sjellë muzikë të bukur ose të dëgjueshme, sepse po shohim ankesa që nuk kisha bo kësi lloj këngëve, po qështu pe lyp tregu. A do të pa tjetër me ju përshtat? Për me mbjetu, po them. Faktikisht, ka shumë repera, artista që e kam problem që të farseni. Unë e kom pas problem edhe vetë, po s'po di që shmë të thonën. Nuk bën edhe mi dollë shumë jashtë, do të mi nejtë paka shumë se që ka bëhet këto. Edhe nuk është që e bujna me na muzikën e kishë, na shqiptarët i na ku dush në botë. E vërtet. Ma të mirët. Shumë e vërtet. Gjua jonë është shumë e bukur, edhe besoj që qëfar dhe loj zhondrë ju përshtatët. Kështu që është një farë thonja, thëtë, nëse veç jetu he in the game, accept the rules, edhe mos bë ankime. Kështu që për veti që tash unë nuk e shë qatë pjesë që mbete. Du të më u përshtatë normal edhe me tregin shqiptar, po e je i lirë edhe mu konë artist që farë dush muzike të. Thjesht është mirë mu konë muzike mirë, qka që. Një mesazh të mirë me japë në atë muzikë edhe that's it. A mundesh me japë mesazhet mira ture po votë? Ture po votë? Se ka njerë e kemë kështu si temë diskutimi që e bojmë shumë shpesh që repi ndonjëherë, okej, dikur si do mua se kështu ka lind me i paraqit ato kërkesat nevojat e njerëzve që më përba me probleme sociale, po pastaj është transformu. A mundosh si më paraqit problemet që i ki në shoqnin tonë, apo problemet të tjera që janë për te i shoqërisë? Po të kuptoj, ka shumë mundësi që aty këto për shembull ndjina keq ose jam të e ndjena i situatë, shprejna me letër, dhe më thonë, shkruj, po. Po, profesionalisht, unë nuk e bëj. Kam qef me bo një muzikë për krejt. Jo veç problemet personale. Jo. Kam qef me pas me ep një mesazh të mirë, një ndjenjë të mirë, një energji të mirë. Besoj që edhe unë si person e veç e jepi kur të më shet dikush, që jam me energji të mirë, që ata edhe s'kam qef me dollë jashtë ta kush jam, qëfar pasqyre kam. Po, shumë mirë. Kam qef me nejtë edhe, më thonë, qysh jam vetja. Shumë mirë. Edhe pëse shumë shtirë, po bravo, kur e arrin këto, je shumë okej. Po dhe, është mirë se artist ti qysh je, edhe qysh paraqitesh. Unë zakonisht dalë në pasqyre, e shoh vetën tem edhe thëmë,
am ke shku bre mu, që ka që shumë me vujt. Thëm, okej, nëse ham pazari, okej, e kësha drup. Amo besëm që veç good vibes. Unë e kam qef veç good vibes me bo. Regaton good vibes. Ata ka si nej kur zemrën? Po. Dush me vujt pra, me një kongë. E kom provu. E kom provu, po nuk është zgjidhja. Nuk po bëj. Nuk është, ha? Njësan që është shumë e rëndësishtë edhe mbështetja, kur në momentin që veç vendos me një muzikë, mbështetja prej artistëve tjerë. Sa është problem me gjithë mbështetja dhe me të shty para artistat, ose tashmë edhe reperat, kur je si artistiri edhe kur prezentohesh? Pyetje interesant, shumë e mirë. Kjo koqa problem është në tregën e shqiptarëve dhe ku dush në botë, normal dush më kom pak veti fort edhe dush me punu, më të po njerës që jetu punu edhe nuk jetu nalë. Qaj është sfida ma madhe një njerit edhe besoj që pa qatë sfid kur kush nuk të përkra. Une për momentin nuk kam mbështetje të asë një artistit që është për momentin aktual. Unë jam vetë, edhe nuk është që më pengon kësan që sëmë përkra mu kërkësh, se tek e fundit deri sot që këtë që jam, kom arrit. Plus që është edhe një farë shprehje në momentin që veç shkon pëlqejesh për audiencë, shkon viral, qatë herë vjen mbështetje? Po, tani po dijet. Tani telefoni. Ma ndej e pritshme. Po, e pritshme. A ke pas në një artist qoftë nga Kosova, shqiptar, qoftë dhe të huaj që e ke pëlqy, ose të ka inspiru sa do pak? Që më ka frimzu? Edhe të frimzu, po. Do shta edhe ndërkombëtar, pëse jo? Po. Pe artistëve shqiptarë më ka pëlqy shumë Noizi. E mon 100% aj. Unë i respektoj gjithë artistë. Po ta shti nëse po vetë pe shqiptarëve që cilë më ka frimzu Noizi. Nëse më ka frimzu pe jashtë, diku është unë e kom gu shumë muzikë old school, jam rritë me muzikën old school. Po jam shumë tip interesant se nështë e më konë të ngu Tupacën, Pop Smoke'n, YG, ose Nipsey Hussle, ose qëfar dëlloj muzike rap, kur e kom marrë nëj bitë ose me shku nëj kongë, ja kom njësë një regaton krejtë tjetë sanë. Nashta ketë jem frimzu tjetër ka, ketë tjetë sanë kom shkru. Nuk e di, unë veç ma shumë jem frimzu muzikën e mirë, që shë thashe edhe më herët, Good Vibes është mu nëse më bënd ti mu një mirë si person shambull edhe është që jetum një mu, unë është automatikisht kur njëna mirë nashta me njëherë është një kongë për friendly, paka shumë qështë. I edhe pak mirë njohës, pra dhe për mes krimtarisë tonë dhe e shprej atë mirë njohën për njerës. Po, shumë. A që e në horoskop? Shigjetar. Shumë jënë të mirë shigjetarë. A, do të thonë që jënë të kaqë, se di. Ka një herë janë me kapë mirë re. Po jo, për me një shumë të mirë, se jam rëthume me shigjetarë. E tha ma herë që ka projekte të reja. Cilat jenë projekte të reja, planet për verës ose dhe për të ardhmen? Unë e kom pas projekte më herët, i kom pas një 6 projekte, po për arsyet ndryshme, një 5 që janë anullu, për momente kam një projekt. Nëse hecin gjonat këtë si pas planet që shem të e menuhëne, jem të dosh me qitë një EP, me 5 kongë, në 7 orë. Njona për tyne kam u me music video, edhe isholla veç e prin e mora edhe më dalin planet që shem të i menuhëne. A është në njona dedikim? Tha që i shkruan vetë? Faktikisht, po, në qëtë EP, një 2 kongë është shpirtnisht i kum shkru shumë. Edhe kogja foli për njerëst, kushdo që ma ka ngull, kushdo që u konë me mu pis fillimi, kushdo që ka besu, kushdo që s'ka besu, janë një 2 kongë që i specifikoj këtë njerëst që të. Në detaj. Veç emra, s'kom përmenë. Po e din ata vetë kush janë? E din ata vetë. A përqon edhe mesazhet e njerëz që s'kan përkra? Mes këtyne kongëve që po i mendon mi lansu? është, po, janë dorësht akozat mirë për të da. Çka të kanë thonë që ata njerëz që s'kan përkra, e i mban mend, edhe që shikon të nësot?
Edhe atë kanë motivu për me ecë për para. Dyshysh ta shtin edhe një natë këta njerëz. Po, mu te për motivëm fakti kur ignorën dikush. Unë s'ju tut na ignorimit as pak. Bile kur më ignorën dikush kogja shumë marrë motiv. Po du me kallëzu një fakt, kur më taku me njerëz që kanë dosh më një mu, si të mos për... Unë që tash jam veç vetë, po ma herët, njërit qdo ditë mësën. Me që ata njerëz që kumë punu, dikush ka thonën, hej, ka dek bre muzika, rape, këtu që i të bo, fiki, tash është lava. Unë i respektoj krejt muzikat, po s'ko shonc me dek muzika. Nas një zhondër, këtë thjesht. A i pengoj ka qatë muzikë, kështu që për to kanë dek muzika. Qysh mund me dek një muzikë, kalëzëm? Nuk e di. Një njëri kur njët mirë, qa bën? A e lyp një muzikë mirë? E vërtet. Shembull, ka shqiptarë që s'kanë qef me ngu anglisht heq. E lypin Lidri Vullën, ose qa po dion në naj këngëtar tjetër. Vesh shqip, okej, e qysh ka dek muzika, pra, kur të këshësh? Qa kanë thonë ata, është... Absurde. Definitivisht. E kemi po që një rrugë që shumica artistave të ri po e zgjedhin është me hi në Big Brother e mandej me vazhdu rrugtimin e tyne. A ishe hi ti në Big Brother? Faktikisht, unë e përcjeli Big Brother kogja shumë me familjen tem, edhe e respektoj si program shumë. Edhe besoj që ka shumë dikim të madhë i jashtë në për televizion. Faktikisht, po isha hi, më pëlqen Big Brother, kogja shumë, se nuk friguna me kallëzu kush jem une. Edhe kësha pos qef, më po njerës kush jem, edhe ona është muzikës si person, qëfar energjie jepi. është diçka interesant edhe një eksperiencë që e kësha mojt me në ashta të njetën. E kësha bo. Sigurisht loja gjithë të cilit është personale, dhe ti e zgjedh, po të cili karakter e kishe gjithë vetën më shumë, prej këtyne që kanë kalu? Në ashta nuk e kësha gjithë vetën, kërkun se e kam gjithë vetën që është matë jone për vetën, veç e respektoj që dë njonën aty, këtë isha si njerëz normale dhe e respektoj që se cilë e lunë lojnë e vetë. Zbesoj... Qush kështë qenë ti aty branda? Pozitiv. Pozitiv. Veç pozitiv. Nja 2-3 det, mas ne... Jo, valla, është problem, ma prish dikush mundin, është shumë problem. Lufta për 100 mishe, 200 mishe në fakt, është shumë e ashtë për aty branda. I kumë për cilë, kogja do Big Brother, kogja do fitu si kumë për cilë, e kumë po çfarë lujnë krejt, e kumë kuptu, kogja mirë. Edhe ke kuptu mentalitetin e fitusit? Sepse dikush hen thjesht për në fitu, por dikush hen veç me u pa, me u dok një 2-3 javë. E me marrë vëmendje dhe me dojnë. Ju kallëzu drejt mu më pëlqen programi, kogja shumë. Edhe nëse isha hi për njerëz, për ata shikus që më këshyrin edhe kam qef më njoftë mu si për... Okej, kush si dëm 200.000 euro të ke fundit, po më kësha pas qef veç me reklamu vetën, kush që jam, sa i mirë jam, që është di me folë, që farë energjia bëj, pej mëngjezit dhe i mëromje. Nashta, ku me pas ato farë momente që mu i më bu nervozë, se që apo djene se njëri jam. Pjesë e jetës. Po, kryesisht. A kështë mujtë me pas një lidhje aty branda? Se nuk e di, a ki lidhje jashtë apo qështje? Qështë e ka shkru zoti. Po, a kështë mujtë me kriju një raport, një mardhënje? E vrej, po. Publik, kështë publikisht ta marrë me të po 24 shpatë njerës. A kështë me qenë problem? Po, mëre? Po. Po, e kësha kriju, se puna është që mu është problem, e kam një fartë mire që në sy lexoj kur po do më mrajt, kur s'po do më mrajt, kur s'po do më një mu, kur s'po do a e ko për me, a se ko për me vrejme njëherë. Bigu e pas ka kandidatin potencial. Kështu që shpresom që kime marrë ftesën, edhe me shumë kënaqësi të kishim ndjekë, kishim patë, kishim përcjellë, edhe komentu këto. Mas ne nuk e di që kishë ndodhë, kur kishë dalë jashtë, kishë rritë nëse ishtë kona i qikë, qëfar e duone. Aha, të qikat i ki mendë, qëfar qika i donë të? Qikat mira. Qikat mira, e në krejt qikat, po a ka na i specifik? Mos më kone trend. Po trend a jem krejt ka pak, o djallë. Do të meruj pak vetën se, okej, djallit i shkojnë do sanë qikës,
nështë e kish livrit pak karakterin nëse vesh ishtë tranu ashtu jashtë mosës. Valaj, në asdjeme si shkojnë shumë të sene që pibojnë. Po, ta shti. S'po ka më, Ramonas do të mu bo. s'po më, ta është gjithë që ka ndryshu. O bo një kohë. Valla, zbëme një këtë bashkë shumë trendin, sidomos në pjesën e lidhjes, relationship, do më kom pak katunorat, a mire kam posë, kanë për dësana. Katunorat që ka në kuptoj me këta? Në kuptoj në atë kuptimin tradicional, jo në atë kuptimin e keq, se do në vetë i kom dovese. Po të kuptoj. I kom e dovese që i njeki që ashtu. E dim që njerës në për katune ju në botë shumë grove. Jetojnë si princesha disa gra, kështu që... Po. Varet edhe te sa që shëtrajton edhe një dushme prit edhe prej grus. Pash me arme të lo kom të gruja më zbret. Ja. Jo, se mi ati rombi, jo, ta më puna. What? Mirë. Jo, qati, jo. Mirë, unë jam rritë një familje me shumë kulturë, edhe nuk jam pe asoj familjes, kur po foli për atë për qatë pjesë që fola, nuk e pota në atë kuptimin keq. Jo, ke fjallin për familje tradicionale që është shumë... Po, dhe së cilë e dojmë me i përcil tradita dhe shumë... Njerës bojnë që ka mos për famë. Unë për shembull, edhe unë kësha bo qa mos, po jo dhe qatë pik me ullë karakterin tem, kush jam unë, adën se nuk shitët vetja, por shumë sana. Mirë, shumë sukses e rënë dhe kënaqësi që të patëm në shumë programit tonë. Javë të mbarë dhe shpresojmë që ta kemi javë të mbarën. Edhe juve shumë faleminderit. Deri na takohemi nesër. Nëtësi, Ndërkaq meq, për fund, dëshojmë së bashku se çfarë moti po mbizotron sot në Kosovë.